edhe konë për disa emisione, e kanë thirë si lak, si vjetë ja kanë bërë djemë një surprizë të kanë shumë të mirë, shkon haqë, inshallah, të Allah dhe më ka bërë haqë. E ka një gale vetë me njëtën e vetë, të më thonë që me ndimu këtë din, edhe me ndimu këtë popull, këtë vetë. Elhamdulillah e ka një guzim, e ka një trimni, edhe ajo, dhe thotë, zemërgjësia e ti edhe qiltërësia e ti në komunikim me shoqërinë, faktikisht e bën që të bëhet atrakcion edhe shpesh herë shkojnë të ode këti gazetare, mysafir për jashtë, për Turqie, shqiptarë Turqisë që vinë me vizitu Kosovën, po edhe njerëzit tjerë, vinë në odën e Basit Maliq. Basit Maliq, ti po të japim fjallën një 5 minuta, mës me zgatë ma tepër, gjallarëve që kemi këto edhe këty me dhënë fjallën ka 5 minuta, e inshallah, mas i ka nërë të bu. Edhe të mëlla Lokmanin më paj ka pas një organizim, ako një mirë, e ati kanë shkuën, këna falet të një Ramaznate, të një ders. Ako në mirë, alhamdulillah një atmosferë mirë ako në Ramaznate. Shto vetë po vetë pak të përmisuën, të më mirë. Shamë të kujtjetë, na qëtojnë ako më lokë shku që ta... Allah shpërit, një kur përke mëlla Fatmiri, thike për para ka shqipë në vjetë një farë 40 km, më thike më shkje me si marë Kumanov, na, kishë shku vjetë, se pi Kumanov marë shkop më farë, 40 km. Ama në përëndim, 3-40 km, janë si 3-40 km. Unë e maj me një tari që përmeni mëlla Fatmiri, një vetë për të më shkuna të lajon farim jetëre, ala pa kalu në Gjermani, në patir për një aktivitet tribun, edhe shkunë në filin në aeroport të ajnë shpi, edhe thamë, ku shenjë pak e më shkojmë gjami. Edhe u hipëm kërë në usë përves, ko është gjamia, që në përna këtu gjamia të afërë. Edhe hecë, po pa gjatë është afërë, i thësh, ko është be gjamia? Afërë, po të afërë është 40 km afërë. Të më dhunë, afërë 40 km, faktisht. E na ka 6 km i në gjamia të afërë, ka njerë përkojna me shkun gjamia. Allah i në fakë, në përdojnë. Dhe shpërblet të gjallat në Ramazan, zakonisht, o gjallat angazhon pak ma tepër. Unë e kam një këshill për o gjallat, përdemisht se është nder edhe është privilegj, Allah i madhëshëm me zgjedh me qenë shërbimin e fesë. Këtë pozitat e dynjons, që mundi pas njeri ju, mret me konë, miliarder me konë, kryetar me konë, minister me konë, i famshëm me konë, është shumë me avogër se me qenë njeri që shëpën fe. Edhe realisht, shpesher o gjallar duhet me pyjtë vetën, qka ishte ajo që Allahu Dhuderal deshte unë vona hoqë. Cila e mirë ka qenë familjen tonë, ajo që najnë avohë gjallar. Kjo është pyjtje shumë me lansimi a parashutës li vetës, për me kuptu pasaj vlerën e nderit që ka dhënë Allahu që ka po hoqë. Po është e vërtet se me qenë hoqë, po shumë ma fështirë se me qenë fatkëtar, me qenë mekanik, me qenë geolog, me qenë qëfar të lloj shkencë dhe zanati. Se këtë ata punën o me dru, o me hekër, o me gur, e ti punon me këtë të kombinime. Se njeri është përbërë e këtë të zeheve, edhe mineraleve. Nëse ekur i shkrijet, për shemë 1 gradë Celsius, ajo lëndë tjetër lip ma shumë, ajo tjetër lip ma pak, e përzijën sendet. Edhe andaj, ata kanë ma let me punu me lëndë e ngurta, me dzehet me mineralet, kurse na e kena ma fshi me punu me njerës. Me gjitha te botën e mbajnë njerëzit, se mbajnë dheju edhe toka edhe mineralet që në tokë. E me ndërtu njeriun, është procesi ma i rëndë, pa dhe ma i rëndësishëm. E kjo është detyre pejgamberëve të Zotit. Allah i madhëshëm i ka zgjedhur ata që me punu me njerëz. E me umarë në obzimin e njerëzëm, me edukimin e tyre, që ata pastaj me zhvillu jetën këtë tokë me drejtësi. Edhe me pas harmoni, me pas mirëqenie, me pas begati dhe rahati. Është amanet i vështirë, por është amanet i rëndësishëm, që është përzgjedhje nga Allahu Dhullal, e pastaj çështjet tjera janë shumë më të vogla se kjo pjesë e parë. Privilegji me shërbimin e fesë. Allah i shpërblet Allahu nga ne që kanë qenë në shërbim të xhamatit dhe xhamisë në këtë Ramazan, me aktivitete ndryshme që i kanë bërë aty. Allahu i jep shëndet dhe bereqet.